Realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të kemi një reformë, të kemi një ndryshim edhe të moshës, edhe të gjenive, edhe të profesioneve, gjithçka. E uroj fituesin, lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti përfitore, kur jem pozitë kjo edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyre që iku edhe fshef në mas përgjegjësive. Gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. E uroj fituesin, lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti përfitore. Sigurisht Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë. I nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rujt votën e vet, me rujt elektoratin e vet, pozita i ka edhe përgjegjësi të veta. Kur jem pozitë kjo edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyre që iku edhe fshef në mas përgjegjësive. Këto ditë do të kemi takime me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet i marrë në kohë, të analizuara, të peshura mirë dhe sigurisht nuk vonohna në vendimmarrje. I kemi edhe festat e fund vitit, dëshiroj që gjithë qytetarët e Kosovës t'ju uroj vitin e ri 2026, shëndet, begati për këta dhe për familjet e tyre, dhe pres që shpejt të konstituohen institucionet, venit këtë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund të jemi në opozit me dhe kontributin tonë mrena përgjegjësive tona. Edhe gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kalurëm i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare, gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës. Sa i përket çështjes së presidentit, unë e kam thënë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht me konstituu kuvendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur vjen koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formulë qysh mu zgjedh presidenti edhe mos mu bloku vendi. Partia Demokratike e Kosovës shpejt do të futet në proces në brendshëm zgjedhor, nuk ka pasur një kohë gjatë zgjedhje prej vitit 2019 dhe do të fillon prej bazës, prej nëndegve, duke i përfshi gjitha nivelet deri në zgjedhjen e gjitha organeve të partisë, sepse realisht është kohë e gjatë dhe ka nevojë që të kemi një reformë, të kemi një ndryshim edhe të moshës, edhe të gjenive, edhe të profesioneve, gjithçka tjetër. Prandaj, nëse i referoni 10 ditëshit, besoj që fushata e Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë shumë aktive, edhe në terren, edhe në rrjetet sociale, edhe në televizione, kemi bërë përpjekjen maksimale, do të thotë që na ta shpjegojmë programin tonë.